Biblioteka Koç Orasin e qytetit të Tetovës në bashkëpunim me Këndin Amerikan me një manifestim kulturor shënuan 23 prilin ditën ndërkombëtare të librit dhe të drejtës së autorit. Manifestimi, i cili tashmë është tradicional, edhe këtë vit pati karakter garues, ku në konkursin letrar garuan nxënës nga shkollat fillore të qytetit të Tetovës dhe rrethinës. Drejtori i bibliotekës Binas Pajaziti deklaroi se interesi i nxënësve ka qenë mjaft i lartë. Pajaziti gjithashtu deklaroi se numri i nxënësve të antarësuar në bibliotekë është mjaft i kënaqshëm. Këtë vit ka ngjall një interesim shumë të madh, janë paraqitur diku 400 kandidat. Komisioni vlerësues është i jashtëm dhe ata kanë bërë punën e tyre, kanë përzgjedhur krijimet më të mira. Ndahen domethënë vendi i parë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën maqedone, vendet e dyta kemi nga 2 kandidatë dhe vendet e treta nga 3 kandidatë. Po ashtu e veçanta e këtij aktiviteti është se organizohet në bashkëpunim edhe me Këndin Amerikan, edhe ato kanë për shkollat fillore dhe të mesëm si kompeticion i përbashkët. Në bazë të anave që i kemi ne, kemi 5.000 lexues aktiv të regjistruar. Në kushtet dhe rrethana që jemi, është një numër relativisht i kënaqshëm, themi, dhe hym në grupin e parë të bibliotekave për ndjekshmëri dhe antarësi. Kryetari i Komisionit për vlerësimin e krijimeve letrare, Adem Abdullahu, deklaroi se ka qenë mjaft e vështirë për zgjedhja e poezive sepse ka ngaruar rreth 400 nxënës. Si komision kemi bërë vendin e parë, kemi ndarë 2 të dytat, 2 të tretat, edhe afër 30 poezi janë për lavdata. Ka talentet të cilët premtojnë dhe si zakonisht janë emrat njëjtë me që unë kam qenë edhe përpara në këto komisionet, edhe me takimet e Ilberit që i bëjmë për çdo vit. Dhe kemi shpresa se dalën talentet të reja. Dalën dhe besoj që do e mbahen trashëgimi, do vazhdojnë të shkruajnë. Besoj se ato do jenë më të aftë se ne që deri tani kemi bërë. Ky projekt është financuar nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit dhe me këtë rast, zëvendës Ministri i Kulturës Sadat Sulejmani deklaroi se do të jetë gjithmonë mbështetës i aktiviteteve të tilla. Ai apeloi që këto aktivitete të jenë më të shpeshta dhe jo vetëm për data të caktuara. Nuk është me rëndësi të garosh edhe të marrësh vendin e parë, dytin apo të tretin, saqë është me rëndësi të garohet në manifestime të këtilla. Prandaj, unë si zëvendës ministër dëshiroj që me një tekst të veçantë edhe ne si ministri që ua bëjmë me dije se ne gjithmonë do t'jemi në përkrahje të aktiviteteve të këtilla, do t'jemi mbështetës të gjithë lexuesve të librave. Unë dëshiroj që këta aktivitete të bëhen më të shpeshta, mos bëhet vetëm në një herë në vit, po motivoj edhe drejtorin e bibliotekës. Unë njëkohësisht e jap premtimin se do ta ketë edhe përkrahjen time këta aktivitete së paku 3 muaj një herë, nëse kemi mundësi t'i realizojmë, do të ishte shumë mirë. I pranishëm në këtë manifestim kulturor ishte edhe kreu i komunës së Tetovës, Bilal Kasami. Në fjalën e rastit, ai përmendi rëndësinë e digitalizimit të titujve të bibliotekës për të përshtatur me format e reja të lexuarit. Jemi në hap me kohën dhe prandaj besoj që edhe biblioteka në hap me kohën në drejtim të digitalizimit të gjithë të fondit të librave që i ka, që të jemi sa më afër të rive, sepse të rit nuk e që nuk lexojnë, po nuk lexojnë në letra ashtu si jemi mësuar ne pak më të vjetrit, dhe prandaj ne duhet të përshtatemi me formën e re të leximit, por duhet të përshtatemi edhe me atë që duhet të lexojmë punime më serioze, më të gjata, më të përpunuara, sistemuara dhe jo vetëm ato format e teksteve të shkruara që na dalin në rrjetet sociale. Në fund të manifestimit u ndanë çmimet për poezitë më të mira në gjuhën shqipe dhe atë maqedonase për nxënësit konkurrues dhe mirënjohje për shkollat pjesëmarrëse nga Tetova dhe rrethina.